Një takim i papritur, milioneri nuk donte të kërcente me askënd deri në momentin që shërbëtorja hyri me vajzën e saj. Dhomat e pallatit ishin ndriçuar nga llambat e kristal, duke reflektuar dritën mbi tapetin e kuq dhe pikturat e mëdha që mbulonin muret. Një muzika e lehtë vallëzonte në ajër, duke krijuar një atmosferë që ftonte të gjithë të shtriheshin në ritmin e saj. Por ai, gjithmonë i rezervuar, mbante një distancë të qartë nga të ftuarit, duke i përshëndetur ata vetëm me një përqeshje të lehtë. Ai ishte një figurë e njohur për elegancën dhe pasurinë e tij, por më shumë se gjithçka tjetër, për privatësinë e tij. Njerëzit flisnin për një zemër të vështirë, për një njeri që nuk i lejonte emocionet të shfaqeshin lehtësisht. Dhe në fakt, shumë nga të pranishmit e ndjenin këtë, duke menduar se nuk kishte asgjë që mund ta përkëdhelte zemrën e tij të ngrirë. Shërbëtorja, një grua e qetë dhe e matur, hyri në sallë duke mbajtur dorën e vajzës së saj, një të re me flokë të gjatë kafe dhe sy të ndritshëm që dukeshin si yje të vegjël në dritën e llambave. Vajza e shikonte sallën me një kuriozitet të lehtë, por pa frikë, kishte një hijeshi të natyrshme që nuk kërkonte veshje të shtrenjta apo vëmendje të jashtme për t'u dalluar. Milioneri e pa atë menjëherë. Diçka brenda tij lëvizi, një ndjenjë që nuk e kishte përjetuar prej vitesh. Ishte si një valë e butë që thyente muret e ngrira që ai kishte ngritur përreth zemrës së tij. Ai i hodhi një vështrim të gjatë vajzës dhe pastaj shërbëtores, dhe një buzëqeshje e rrallë u shfaq në fytyrën e tij. "Le ta kemi këtë kërcim," tha ai në një zë të ulët, i cili mbushi dhomën me një ngrohtësi të paparë më parë. Të gjithë në sallë u kthyen të shikojnë, disa me habi, të tjerët me kuriozitet. Vajza buzëqeshi, por nuk e priste që do të ishte ajo që do të ndryshonte natën e tij. Ata u përqafuan në mënyrë të natyrshme, duke filluar një vallëzim që nuk ishte vetëm një koreografi e lëvizjeve trupore, por një komunikim pa fjalë. Çdo hap, çdo kthes, ishte si një dialog i heshtur, ku zemrat e tyre flisnin më shumë se fjalët. Ai nuk e kishte ndjerë kur këtë çlirim, këtë ndjenjë të lehtësi dhe gëzimi, që dikush të pranonte ashtu siç ishte. Vajza e shikonte me sy të hapur, të mbushur me kuriozitet dhe një ngrohtësi të padëgjuar. Nuk e dinte pse ndjente këtë tërheqje për një njeri që dukej kaq i largët dhe misterioz. Ndoshta ishte mënyra si buzëqeshja e tij rrallë e shkrinte akullin e sallës, ose mënyra si sytë e tij ndriçonin për një moment të shkurtër kur ajo qeshte. Ata vazhduan të vallëzonin ndërsa muzika lëvizte mes notave të buta dhe tingujve të harqeve të violinës. Çdo person në sallë ndjeu një ndryshim të papritur në atmosferë. Ajo që kishte filluar si një mbrëmje elegante dhe formale, po transformohej në një histori të paqartë, të ndjeshme dhe të papritur. Milioneri ndjeu se zemra e tij po rritej me çdo hap, me çdo kthes të vajzës. Nuk ishte vetëm bukuria e saj fizike që e magjepste, por ngrohtësia që përshkonte çdo lëvizje, çdo buzëqeshje të saj. Ai e kuptoi se kishte gjëra që para kësaj mbrëmjeje kishte menduar se nuk i ndjente më, emocione që mendonte se i kishte harruar, tani por i gjallëroheshin me një intensitet të papritur. Ndërkohë, vajza e kuptoi se ajo natë do të mbetej e paharrueshme. Nuk ishte vetëm vallëzimi, ishte ndjenja e parë e një lidhjeje të thellë që nuk mund ta shpjegonte me fjalë. Dhe ndërsa muzika po përfundonte, ai e shikoi thellë në sy dhe tha, "Kam pritur shumë për këtë moment," dhe për herë të parë, ai fliste më shumë se sa zakonisht. Ndonjëherë, gjërat më të çmuara nuk mund të gjenden në pasuri, por tek zemrat që guxojnë të hapen. Vajza e buzëqeshi, dhe në atë buzëqeshje kishte një prekje të butë të së ardhmes që mund të ndante dy jetë në një rrugë të re. Në atë moment, milioneri nuk e kuptoi se një vallëzim i thjeshtë kishte ndryshuar gjithçka. Ai kishte hapur zemrën e tij dhe ndjenja që kishte mohuar për kaq kohë. Tani po rriteshin si një zjarr i heshtur që nuk mund të shuhej. Dhe kështu filloi një histori e re, një histori që nuk do të ishte vetëm për pasuri, status apo privilegje, por për një ndjenjë të vërtetë dhe të papritur që ndriçonte si llamba e kristalt mbi sallë, zemrat që flasin pa fjalë. Pas natës së paharrueshme në sallën e pallatit, milioneri nuk mund të hiqte nga mendja buzëqeshjen e vajzës. Ai kthehej pas çdo kujtimi, çdo lëvizje të saj në vallëzim, dhe një ndjenjë e butë por e fuqishme po lulëzonte brenda tij. Ishte hera e parë në shumë vjet që ndjente një tërheqje të tillë, jo thjesht fizike, por emocionale, një lidhje që shkaktonte një dridhje të thellë në zemrën e tij. Ai u zgjua të nesërmen herët në mëngjes, ndërsa pallati ende mbante heshtjen e natës. Rrugët e qytetit jashtë ishin të zbrazta, por brenda tij gjithçka ishte gjallë. Mendimi i saj, mënyra si syri i saj shkëlqente kur buzëqeshte, ishte e pandërprerë.
Ai nuk mund ta shpjegonte këtë ndjesi, nuk kishte qenë gjithmonë njeri që besonte në dashuri në shikim të parë, por tani po kuptonte se ndonjëherë zemra di më mirë se mendja. Shërbëtorja e gjeti duke pirë kafe në dhomën e tij të mëngjesit. Ajo e shikoi paksa habitur, duke menduar se zakonisht ai ishte një njeri i rrept dhe i rezervuar. Por sot diçka kishte ndryshuar. Një dritë e butë ndriçonte fytyrën e tij. Dhe kur e pa, buzëqeshi. Një buzëqeshje e rrallë që tregonte më shumë se çdo fjalë që mund të thoshte. Zotëri, vajza juaj ju pret në kopsht, tha shërbëtorja me një zë të kujdesshëm, duke shmangur të thoshte emrin e saj. Por ai e dinte që nuk ishte vetëm një vajzë në kopsht, ishte ajo që kishte ndryshuar gjithçka. Ai vendosi të dilte, të përballej me ndjenjat e tij, të ndjente praninë e saj jo vetëm në vallëzim, por në çdo frymëmarrje, në çdo hap që bënte. Kur hyri në kopsht, ajo po mblidhte lule të vogla të bardha, si të dëshironte t'i ruante në një kujtim të veçantë. Kur e pa atë, zemra i rrite më shpejt. Mirë mëngjes, tha ai, duke ndjerë një dridhje në zërin e tij që nuk mund ta kontrollonte. Ajo u kthye dhe buzëqeshi. Mirë mëngjes, përgjigjej ajo, dhe ishte diçka më shumë se një përshëndetje. Ishte një ftesë për të vazhduar diçka që kishte filluar natën e kaluar. Ata nisën të flisnin, fillimisht me biseda të thjeshta për lule, diellin dhe kopshtin e madh. Por gradualisht biseda u bë më e thellë. Ai dëshironte të dinte çdo gjë rreth saj, ëndrat, frikërat, mënyrën si sheh botën. Ajo, në anën tjetër, ndjeu se nuk kishte nevojë të fshehte asgjë, mund të ishte vetvetja pa frikë. Ishte një ndjenjë që ajo nuk e kishte përjetuar më parë, në ditët që pasuan. Ata filluan të takoheshin më shpesh, ndonjëherë në kopsht, ndonjëherë në sallën e librave të pallatit. Çdo takim ishte i mbushur me tension të ëmbël dhe një ngrohtësi që vetëm dashuria e vërtetë mund ta shkaktojë. Milioneri, zakonisht i kontrolluar dhe i rezervuar, tani ndjente se po hapte zemrën e tij më shumë se kurrë. Një pasdite, ndërsa dielli po perëndonte dhe qielli kishte marrë ngjyrat e arta dhe roz, ai e mori dorën. Ndonjëherë mendoj, tha ai, duke shikuar në sytë e saj të ndritshëm, se të gjesh dikë që të kupton pa fjalë është më e rrallë se çdo pasuri që mund të kesh. Ajo e shikoi dhe buzëqeshi but. Dhe ndonjëherë, të takosh dikë që të bën të ndihesh i gjallë është më e çmuar se çdo gjë tjetër, tha ajo, duke ndjerë një dridhje të ngrohtë në zemrën e saj. Ditët u kthyen në javë, dhe secili takim ishte një hap më afër një lidhjeje që po lulëzonte me shpejtësi. Milioneri mësoi të qeshte më shpesh, të ndante më shumë emocione dhe të ndjente një gëzim që nuk kishte menduar se mund të ekzistonte për një njeri të pasur dhe të rezervuar si ai. Vajza e kuptoi se dashuria nuk ka nevojë për fjalë të shumta, ajo vetëm ndjehet, dhe zemra e saj po fliste pa pushim. Një natë, ndërsa yjet ndriçonin mbi pallat, ai e mori atë në krah dhe tha: "Kam menduar se nuk mund të dua askënd më shumë se vetveten time. Por ti më tregove se mund të dua dikë pa frikë, pa mas, pa dyshim." Ajo e shikoi thellë në sy dhe i tha: "Dhe unë mësova se të dashurosh dikë nuk është vetëm një ndjenjë, është një vendim që e merr zemra, dhe zemra ime ka zgjedhur ty." Në atë çast, gjithçka rreth tyre u ndal. Kopshti, yjet, ajri i freskët, të gjitha dukeshin si pjesë e një filmi të bukur që nuk kishte fund. Ata e kuptuan se takimi i tyre i parë nuk ishte rastësi, por një nisje e një historie që do të vazhdonte të shkruhej me çdo hap, çdo buzëqeshje dhe çdo ndjenjë të ndarë, por, si në çdo histori të bukur, sfida nuk mungonte. Milioneri nuk ishte vetëm një njeri i zakonshëm. Bota e tij ishte e mbushur me pritshmëri, përgjegjësi dhe intrigë. Dhe vajza, ndonse e fortë dhe e mençur, do të duhej të përballonte jo vetëm ndjenjat e saj, por edhe realitetin e një dashurie që mund të gjykohej nga të tjerët, por në atë moment, asgjë tjetër nuk kishte rëndësi. Zemrat e tyre flisnin pa fjalë, duke krijuar një urë që askush nuk mund ta shkatërronte. Dhe ndërsa nata përfundonte, ata e kuptuan se çdo takimi, çdo buzëqeshje dhe çdo moment që ndanin së bashku, ishte një pjesë e rëndësishme e një tregimi që sapo kishte filluar, një tregim i dashurisë së vërtetë, të papritur dhe të paharrueshme. Zjarri i ndaluar dhe zemrat që guxojnë, ditët e javët e ardhshme u mbushën me takime të fshehta dhe shikime të ndaluara. Milioneri, i zakonshëm në botën e tij të elegancës dhe pasurisë, ndjente se çdo moment i kaluar me vajzën ishte si një frymë e re që depërtonte në jetën e tij. Ai, njeriu që kishte kontrolluar gjithçka në botën e tij, tani po zbulonte se nuk kishte kontroll mbi ndjenjat që e përplaseshin brenda. Ajo, nga ana e saj, ndjente një dridhje të re çdo herë që e takonte.
Nuk ishte vetëm emocion, ishte një ndjenje e thellë që fliste për besim, për të shkuar përtej frikës dhe për të guxuar të dashurosh një njeri që në fillim duke i paarritshëm. Çdo buzëqeshje, çdo prekje e lehtë, çdo shikim i ndar, ishte si një mesazh i heshtur. Ne jemi të dy këtu, dhe kjo ka rëndësi më shumë se gjithçka tjetër. Një pasdite, ndërsa dielli fillonte të perëndonte dhe hyjëzimi i arit mbulonte kopshtin, ai e mori dorën dhe e tërhoqi ngadalë drejt një stoli të vogël të vendosur në një pemë të madhe. Ishte një vend që ai e kishte zgjedhur me kujdes, larg vëmendjes së të tjerëve, një vend ku ata mund të ndanin heshtje, emocione dhe një prekje të pafajshme që ndjente si shpëtim. E di që kjo mund të duket e shpejtë, tha ai, duke shikuar drejt saj me një seriozitet të rrallë, por ndonjëherë ndjenjat nuk presin. Ajo e shikoi dhe një heshtje e ngrohtë mbushi hapësirën mes tyre. Unë nuk kam frikë, i tha ajo me një zë të butë. Më pëlqen të jem këtu me ty, ai buzëqeshi dhe ngadalë përqafoi dorën e saj. Nuk ishte një përqafim i thjeshtë, ishte një lidhje e ndaluar, një prekje që fliste për gjithçka që nuk mund të shprehej me fjalë. Ai ndjeu se çdo tension i mbajtur prej vitesh po shuhej, duke lënë vend vetëm për ndjenja të sinqerta dhe të papërmbajtura, por ashtu si çdo histori e bukur, sfida nuk mungonte. Milioneri ishte një figurë publike dhe shoqëria e tij nuk e lejonte lehtë ndjekjen e zemrës. Disa sy të pranishëm e shikonin me dyshim çdo hap të marrë. Dhe ai ndjente një tension të fshehtë, si të mbante një dashuri të vërtetë në një botë që nuk e kuptonte. Ajo e kuptoi frikën e tij dhe, duke e shtrënguar dorën, i tha, nuk ka rëndësi çfarë thonë të tjerët. Nëse zemrat tona flasin, ne duhet të dëgjojmë. Ne e dim të vërtetën tonë. Në ditët që pasuan, ata krijuan momente të fshehta që vetëm ata i kuptonin. Një kafe në një verandë të vogël, një shëtitje nëpër rrugicat e qytetit të mbuluara nga drita e natës, një prekje e lehtë kur askush nuk i shikonte. Çdo moment ishte një thirrje e heshtur e zemrave që guxonin të dashurojnë. Një natë, gjatë një shëtitjeje pranë liçenit, ai ndaloi dhe e kapi dorën. U ulën pranë ujit që reflektonte dritat e qytetit, duke krijuar një peizazh magjik që dukej si pjesë e një ëndre. Kam ndier një boshllëk në jetën time për shumë vite, tha ai, duke e shikuar thellë në sy. Por ti, në një natë, e mbushe atë boshllëk me diçka që nuk e kisha menduar se mund ta ndjeja, dashuri, besim dhe një ndjenjë të çlirimit që kur nuk e kisha provuar. Ajo buzëqeshi dhe afroi fytyrën e saj më pranë. Dhe unë kam mësuar se ndonjëherë duhet të guxojmë të duam dik pa frikë, edhe kur bota duket kundër nesh. Ti je dikush që e meritoj dhe nuk do të largohem. Ai e përqafoi ngadalë dhe në atë moment u duk sikur koha kishte ndaluar. Uji i liçenit, dritat e qytetit dhe era e natës ishin vetëm sfondi i një historie që po shkruhej nga zemrat e tyre. Nuk kishte nevojë për fjalë të shumta, çdo prekje, çdo shikim dhe çdo buzëqeshje ishte një bisedë e pafajshme mes dy shpirtërave që gjetën njëri tjetrin, por sfidat nuk përfunduan aty. Familjet, shoqëria dhe pritshmëritë e milionerit shpesh hynin në rrugën e ndjenjave të tyre. Ajo ndjente se duhej të luftonte jo vetëm për dashurinë e tij, por edhe për të ruajtur vetveten në një botë që shpesh gjykonte ndjenjat e sinqerta. Megjithatë, çdo pengesë e shtonte vetëm ngrohtësinë e ndjenjave të tyre. Ata mësuan se dashuria nuk është gjithmonë e lehtë, por është e bukur kur guxon të përballet me çdo sfidë. Çdo moment i kaluar së bashku forconte lidhjen, duke i bërë të dy të kuptonin se ndjenja e tyre nuk mund të thyej nga asgjë. Në një mëngjes të ftohtë dimri, ndërsa Bora mbulonte pallatin me një qetësi të veçantë, ai e mori atë në krah dhe tha: "Çdo ditë me ty është një dhuratë. Nuk dua të humbas asnjë çast, sepse çdo çast tregon se zemrat tona mund të flasin pa fjalë." Ajo buzëqeshi, duke ndjerë ngrohtësinë e tij dhe premtimin e dashurisë së papërmbajtshme. Dhe unë nuk dua të largoj asgjë nga kjo histori. Çdo moment, çdo buzëqeshje dhe çdo përqafim është pjesë e asaj që ne po ndërtojmë së bashku. Kur u kthyen në pallat, dielli kishte filluar të perëndonte dhe dritat e kristalt ndriçonin sallat me një magji të veçantë. Ata kuptuan se, pavarësisht çdo sfide që mund të vinte, zemrat e tyre kishin gjetur njëri tjetrin dhe kjo ishte e vetmja gjë që kishte rëndësi. Në atë çast, një premtim u bë pa fjalë, dashuria e tyre do të ishte e guximshme, e fortë dhe e pafund. Ata e kuptuan se historia e tyre ishte vetëm në fillim dhe se çdo ditë e ardhshme do të shkruhej me emocion, pasion dhe një ndjenjë të thellë të papërshkrueshme që vetëm zemrat mund ta kuptonin. Një dashuri që sfidoi botën. Ditët pas natës së shëtitjes pranë liçenit ishin të mbushura me një energji të re.
Milioneri nuk mund të hiqte nga mendja fytyrën e saj, buzëqeshjen e saj të butë dhe mënyrën si syri i saj ndriçonte si dritë e pastër në errësirën e jetës së tij të zakonshme. Ai kishte kuptuar diçka të rëndësishme: pasuria dhe titulli nuk kishin asnjë rëndësi në krahasim me atë që ndjente tani. Dashuria që kishte përjetuar për herë të parë e bënte çdo gjë tjetër të duket e shurdhër. Ajo, nga ana tjetër, ndjente një lumturi që nuk mund ta shpjegonte me fjalë. Çdo ditë me të ishte një aventurë e vogël, një mundësi për të zbuluar më shumë se kush ishin ata dhe sa të fuqishëm mund të jenë kur dy zemra lidhen në mënyrë të sinqertë. Por, ndërsa ndjenjat e tyre lulëzonin, bota përreth nuk ishte gjithmonë e dhëmbshme. Familjarët e tij filluan të shfaqin shqetësime. Miqtë dhe kolegët shihnin një lidhje që dukej e pamundur, duke menduar se vajza nuk ishte e duhura për një njeri të rangut të tij. Një pritshmëri e fshehtë dhe një dyshim i ndjerë për çdo hap të marrë krijonin tension mes tyre. Milioneri ndjeu një peshë që nuk e kishte ndjerë më parë. Ai nuk mund të dëshironte të humbte dashurinë që kishte gjetur, por një pjesë e tij ishte e frikësuar nga gjykimi i botës. Një mbrëmje, ndërsa dielli po perëndonte dhe dritat e qytetit reflektonin mbi dritaret e mëdha të pallatit. Ai e thirri atë në një dhomë të veçantë. Ajo hyri, e veshur me një fustan të thjeshtë por të bukur, dhe ai e shikoi me një intensitet që tregonte gjithçka që nuk mund të thuhej me fjalë. Kam frikë, tha ai, duke ulur kokën për një moment. Frikë se ndjenja që kemi mund të gjykohet, mund të pengojë gjithçka që duam të ndërtojmë. Por një gjë është e sigurt, zemra ime nuk do të ndryshojë. Ajo ju afrua dhe e shtrëngoi dorën. Nuk ka rëndësi se çfarë thonë të tjerët. Ne e dim se ndjenja jonë është e vërtetë. Dhe ndonjëherë dashuria më e bukur është ajo që guxon të sfidojë botën. Ai e shikoi gjatë, duke ndjerë çdo fjalë të saj si një premtim të heshtur. Pastaj, duke marrë frymë thellë, e tërhoqi ngadalë në krahët e tij. Nëse bota është kundër nesh, tha ai, atëherë do ta sfidojmë së bashku. Sepse unë nuk mund ta imagjinoj jetën pa ty. Ata u përqafuan gjatë, duke ndjerë se çdo tension, çdo shqetësim, çdo sfidë që mund të vinte, nuk kishte asnjë forcë kundër ndjenjes që i bashkonte. Zemrat e tyre flisnin më shumë se çdo fjalë, dhe për një moment gjithçka tjetër u zhduk. Vetëm ata ekzistonin, duke ndjerë një dashuri që po lulëzonte si një zjarr i pandalshëm. Në ditët që pasuan, ata përballuan sfidat e botës së jashtme me kuraj. Milioneri filloi të shpjegonte ndjenjat e tij për miqtë dhe familjarët, duke treguar se pasuria dhe statusi nuk kishin asnjë rëndësi për të në krahasim me lumturinë që ndjente pranë saj. Ajo, nga ana e saj, tregoi forcën dhe guximin e dashurisë së saj, duke mos lejuar që paragjykimet të prishnin atë që po ndërtonin. Një pasdite pranverore, ndërsa lulet mbushnin kopshtin me ngjyra të ndezura, ai e mori atë dorën dhe tha: "Dua që kjo dashuri të jetë një histori që do të mbahet mend jo vetëm nga ne, por nga gjithçka që na rrethon. Nuk dua të shoh asnjë moment të shkuar si të humbur. Çdo çast me ty është një thesar." Ajo buzëqeshi dhe i preku fytyrën me dorën e saj. Dhe çdo thesar i jemi përkushtuar njëri tjetrit. Sepse ndonjëherë dashuria nuk është thjesht një ndjenjë, është një vendim që e merr zemra dhe guxon të sfidojë gjithçka. Kur dielli perëndoi dhe dritat e pallatit u ndezën, ata qëndruan pranë njëri tjetrit, duke kuptuar se çdo sfidë, çdo pengesë dhe çdo mendim i huaj nuk kishte forcë kundër lidhjes së tyre. Zemrat e tyre kishin gjetur njëri tjetrin, dhe kjo ishte e vetmja gjë që kishte rëndësi. Në atë çast, një premtim u bë pa fjalë. Dashuria e tyre do të ishte e guximshme, e fortë dhe e pafund. Ata e kuptuan se historia e tyre ishte një udhëtim i gjatë, por çdo hap që bënin së bashku, çdo buzëqeshje dhe çdo shikim, do të shkruante kapituj të rinj të një tregimi që do të mbahej mend përgjithmonë. Dhe kështu, ndërsa nata përfundonte dhe hëna ndriçonte mbi pallat, ata u përqafuan ngadalë, duke ndjerë një lumturi të plotë dhe të papërshkrueshme. Ata e dinin se pavarësisht çdo sfide, dashuria e tyre ishte më e fortë se gjithçka. Një dashuri që kishte nisur me një vallëzim të thjeshtë dhe që tani po ndriçonte si një zjarr i vërtetë në zemrat e tyre. Në atë moment, gjithçka dukej e mundur. Bota mund të ishte kundër tyre, por zemrat e tyre kishin vendosur të guxonin. Dhe kjo ishte më e rëndësishme se çdo pasuri, çdo titull dhe çdo pritshmëri. Sepse ndonjëherë dashuria nuk ka nevojë për fjalë, ajo vetëm ndjehet, dhe ata e ndjenin më fort se gjithçka tjetër. Një fund i bukur dhe i papërshkrueshëm. Pas sfidave, dyshimeve dhe pengesave të shumta, ditët nisën të shndërroheshin në javë të mbushura me lumturi të vërtetë. Milioneri dhe vajza e shërbëtores kishin krijuar një lidhje që nuk mund të thyej nga asnjë gjykim i botës së jashtme.
çdo takim, çdo shikim dhe çdo prekje ishte një dëshmi e dashurisë së tyre të sinqertë, një ndjenjë që nuk kërkonte asgjë përveç pranisë së njëri tjetrit. Një mëngjes pranveror, ndriçimi i diellit depërtonte lehtë në dhomën e saj. Ajo hapi sytë dhe pa milionerin duke e shikuar nga dera, me një buzëqeshje të butë që i ngrohte zemrën. Ai u afrua, duke marrë dorën e saj dhe duke e tërhequr ngadalë pranë dritares. Dua të tregoj diçka, tha ai, zëri i tij i mbushur me emocion dhe sinqeritet. Gjithçka që kemi kaluar, çdo pengesë, çdo moment i fshehtë, na ka sjellë këtu. Dhe unë nuk dua më asgjë tjetër përveç se të jem pranë teje. Ajo buzëqeshi dhe e shtrëngoi dorën e tij. Unë gjithashtu. Çdo ditë me ty më mëson të dua më shumë, të besoj më shumë dhe të jem e lumtur në mënyrën më të pastër të mundshme. Ai nxori nga xhepi një kuti të vogël të mbuluar me satinë e bardhë. Kur ajo e pa, zemra i rrite më shpejt. Ai hapte ngadalë kutinë dhe brenda saj ishte një unaz e thjeshtë por elegante, e ndriçuar nga një diamant i vogël që shkëlqente në dritën e diellit. Dua që kjo të jetë një premtim për të gjithë jetën tonë, tha ai, duke shikuar në sy të saj. Një premtim që do të jemi gjithmonë së bashku, në lumturi dhe sfida, duke dashuruar njëri tjetrin më shumë çdo ditë. Ajo e përqafoi ngadalë, duke ndjerë emocionin dhe përkushtimin që vinte nga zemra e tij. Po, unë pranoj. Sepse gjithçka që kemi, çdo moment i ndarë, tregon se ne e meritojmë këtë dashuri. Në atë moment, gjithçka tjetër u zhduk. Pallati, qyteti, gjykimet dhe shqetësimet e botës u shndërruan në sfond për lumturinë që ndanin ata. Zemrat e tyre flisnin pa fjalë, duke krijuar një urë të paprekshme që nuk mund të thyej. Ceremonia e tyre ishte e thjeshtë, por e bukur dhe intime. Miq dhe familjar të afërt u mblodhen për të festuar këtë dashuri që kishte sfiduar gjithçka dhe kishte triumfuar. Por ajo që e bëri më të veçantë ishte drita në sy të tyre, ajo ndjenje e pafundme që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Pas ceremonisë, ata u larguan për një shëtitje të gjatë pranë liçenit ku gjithçka kishte nisur. U ulën pranë ujit dhe ai e mori dorën e saj, duke ndjerë çdo dridhje të zemrës së saj. E kujton natën e parë që vallëzuam së bashku? Pyeti ai, një buzëqeshje e lehtë në fytyrë. Po, tha ajo, duke buzëqeshur me nostalgji. Ishte një moment që ndryshoi gjithçka. Nuk e kisha menduar se një vallëzim i thjeshtë mund të çonte në një histori të tërë dashurie. Ai e shtrëngoi dorën dhe tha, e di. Por çdo histori e bukur fillon me një moment të vogël, dhe tani ne kemi krijuar mira momente të tjera së bashku. Secili është një kapitull i dashurisë sonë. Në atë çast, dielli po perëndonte dhe drita e arit u reflektua mbi sipërfaqen e liçenit. Ata kuptuan se çdo sfidë që kishin kaluar, çdo moment i dyshimit dhe çdo pengesë që kishin përballuar, ishte pjesë e një rrugëtimi që i kishte bërë më të fortë dhe më të lidhur. Ata u përqafuan ngadalë, duke ndjerë se koha kishte ndaluar. Zemrat e tyre rrieshin në të njëjtin ritëm. Dhe një ndjenje e papërshkrueshme e lumturisë mbushi ajrin rreth tyre. Nuk kishte më asgjë që mund t'i ndante, dashuria e tyre kishte triumfuar mbi gjithçka. Kur nata ra dhe yjet filluan të ndriçonin mbi pallat, ata kuptuan se historia e tyre ishte një histori që do të mbahej mend për gjithmonë. Nuk ishte vetëm dashuri, ishte një premtim, një lidhje e pafund dhe një guxim që i kishte bërë të dy të besonin se zemrat mund të flasin pa fjalë, dhe ndonjëherë, kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Në fund, ata u kthyen në pallat, duke e ndier njëri tjetrin pranë, duke kuptuar se çdo sfidë dhe çdo pengesë ishte vetëm një hap drejt një dashurie të vërtetë dhe të përjetshme. Dhe kështu, historia e tyre përfundoi si një kapitull i bukur dhe i papërsëritshëm, një dashuri që kishte nisur me një vallëzim, por që do të zgjasë për gjithë jetën.